Zoti Preç Zogaj, politikan e njohur, përfaqësuesi i opozitës, është i ftuar ju në ABC News për të komentuar dhe diskutuar së bashku zhvillimet më të fundit politike në vend. Zoti Zogaj, përshëndetje. Mirë se erdhët në ABC News. Mirë, për çdo javë tash më duket se ka një rikthim të traditës në tryezën e opozitës shqiptare për të mbledhur dhe për të diskutuar. Vetë situata politike dikton një gjë të tillë, ajo çka bie në sy dhe duket se po përsëritet javë pas jave, është se kjo tryezë nuk po mblidhet asnjëherë plot. Zoti Zogaj, pavarësisht se menjëherë pasaj jepen justifikime për mungesën e njërit apo tjetrit përfaqësues apo kryetar partie. Edhe fundit është karakterizuar nga mungesa të tilla. Çfarë vendos? Plot ka qenë tryeza e fundit. Nuk kanë munguar kryetar, por kanë pas përfaqësuesit e tyre, sepse nuk ka qelluar që dita e caktuar të gjejë që të gjithë disponibil që të gjithë në Shqipëri. Por ta them, ka munguar kryetari i Partisë Bashkimit për Drejtat e Njerëzit, ka qenë nën kryetarit, me përfaqësimi politik ka qenë. Kanë munguar individ kryetarët nga një herë tjetri. Por po e përsëris dhe një herë që nuk ka mungesa politike në tryezën e opozitës bashkuar. Ka probleme, ka diskutime, nga një herë dhe debate, sigurisht nuk janë të gjithë në një mendje për çdo gjë, se pastaj do ishte kazerë, nuk do ishte një opozitë plurale, por nuk ka mungesa politike. E megjithatë, që po të ketë, s'ka një gjë të themi, se mund edhe të ndodhin, por për momentin nuk ka mungesa politike. Ne shpresojmë se opozita bashkuar në rrugën drejt zgjedhjeve, jo vetëm nuk do humbas aleat, por do shtoj aleat. E qartë. Zoti Zogaj, megjithatë, në prononcime të ndryshme për media, të krerët partive të ndryshme, zoti Gjinushi, zoti Dule, zoti Milo, deri diku, janë shprehur kundër strategjisë së ndjekur nga kreu i opozitës Rama deri më tani dhe kundër atij lloji vizioni në mënyrën se si është aplikuar deri në momentet që flasim, si aksion dhe veprim politik i opozitës. A është ka qenë pjesa e debatit një gjë e tillë? Po, ka qenë. Zoti Ndoka nuk është shprehur kundër aksionit politik, kundër linjës politike, por e thash edhe në përgjigje pyetjes së parë që disa nga partitë kanë mendime të ndryshme në lidhje me linjën politike të Partisë Socialiste apo të shumicës së partive brenda familjes së opozitës, brenda opozitës bashkuar. Çështja e linjës është diskutuar disa herë dhe është lënë që të finalizohet si debat në një dokument që do të miratohet në një nga mbledhjet e ardhshme. Ne në këto 3 javë, në gjitha takimet informale dhe në takimin formal zyrtar që organizua të martën, jemi fokusuar tek reforma zgjedhore si një nga reformat themelore, që ka lidhje me krizën politike por edhe me gjithë zhvillimin politik, me tensionin, me atë që lan pas dhe me atë që vjen. Dhe për herë të parë ditën e martë, domethënë tryeza e opozitës bashkuar me konsensus të plot miratoi një platformë parimesh. Ishte një gjë e rëndësishme për mendimin tim që opozita e bashkuar shkoi drejt një dokumenti të shkruar. Në hera e parë që shkojmë drejt një dokumenti shkruar, ku të gjitha palët gjejnë vetëm në suazën e disa parimeve gjithë përfshirëse. Duhet ta shtjellojmë më gjerësisht zoti Zogaj, por përpara se të kalojmë, sigurisht do ta shtjellojmë. Domethënë që edhe për linjën, për shembull që po diskutohet për në mbledhjen e kaluar ne prap folëm për progres raportin, problematikën, refuzimin e statusit të Shqipërisë, linja që po ndjek PS-ja, linja që ndjekin partitë tjera dhe besoj do të shkojmë drejt një qëndrimi të unifikuar edhe për këtë pikë. Zoti Zogaj, a nuk do të ishte e udhës që kryefjala e diskutimeve së pari të ishte vendosja e dialogut politik dhe mënyra se si do të mund të vihet ky dialog politik në funksionim dhe në evidencë, gjithashtu sepse kjo po kërkohet kryesisht nga faktori ndërkombëtar dhe sigurisht edhe reforma zgjedhore dhe gjithë proceset e tjera ka shumë të domosdoshme për vendin, por edhe për politikën në tërësi. A ka qenë temë diskutimeve tuaja vendosja e bashkëpunimit dhe dialogut politik në vend? Sa kohë që hartohet një platformë dhe miratohet, kjo miratohet për të zbatuar me palën tjetër, sepse reforma zgjedhore nuk mund të bëhet pa palën tjetër. As mazhoranca nuk mund ta bëjë pa opozitën, as opozita pa mazhorancën. Kështu që vetë puna e bërë
tregon se bashkëpunimi, dialogu nënkuptohet, por kjo do të realizohet brenda formatit të komisionit bipartizan. Dhe jo rastësisht në tryezën tonë të opozitës bashkuar janë gjithë njët pranishëm 2 deputetet që Partia Socialiste i ka mandatuar për të ndërtuar një komunikim, një dialog me palën tjetër, që janë Damian Gjiknuri dhe Vasilika Hysi. Dhe si thua është gjithë opozita e bashkuar e transferon produktin e vetë të këta 2 deputet, sepse për ndryshë ta mbajmë nene për tavolina nuk ka vlerë. Por, kur të vi momenti që komisioni bipartizan të ngrihet, sigurisht që ne kemi mendimin që kjo duhet të jetë një tryezë e gjerë, jo thjesht një tryezë bipartizane, kuptimin dypartjake. Edhe rekomandimet e partnerëve ndërkombëtar janë që kjo tryezë të jetë sa më e gjerë, nuk themi që të shkojmë gjithë se edhe pazar nuk mund bëhet, por të ketë përfaqësim nga partitë jashtë parlamentit, të ketë përfaqësim nga shoqëria civile, por ajo që quhet dialog është dialog, këtu do punojnë së bashku, me dialog, pa dialog, këta do punojnë së bashku, por për 3 nga pikat që kemi ne në platformën tonë, është i detyrueshëm dialogu, se nëse për një pikë, që janë rekomandimet ose be Odhirit, në të tëra palët thonë jemi dakord, sepse këtu është edhe qëndrimi, si thua është në njëherë prej jesmenesh, ndaj asaj që thonë ndërkombëtare, 3 pikat e tjera janë pika që lidhen me vullnetin politik të 2 palëve, kështu që është i pashmangshëm dialogu. Zoti Zogaj, së fundmi, sikur se ju e thatë, kemi një dokument të shkruar me miratimin e përfaqësive të opozitës. Në rast se i kthehemi dhe i referohemi debatit që kemi lënë pas për zgjedhjet dhe për ndryshimet e kodit zgjedhor, sistemit elektoral, viktimat në thonjza janë partitë e vogla politike. Akuzat e pas zgjedhjeve shkuan pikërisht në këtë drejtim, se 2 partitë e mëdha abuzuan me votën e 2 partive të vogla. Akuzat drejt për drejta ka patur dhe për liderin e opozitës Rama se abuzoi në një farë mënyrë me votat e partive të vogla. Sa në këtë platformë që keni hartuar përmbushen kërkesat e partive të vogla opozitare? A ka patur debat në këtë pikë dhe a mendoni se me këtë lloj propozimi, me këtë platformë propozimesh, realizohen aspiratat dhe drejta e partive të vogla? Ka pas debat, ka pas diskutim, natyrisht që ky është një problem i zgjedhjeve. Problemi i trafikimit të votave të partive të vogla është i njohur, tashmë i gjithë pranuar, bile do thosh, sepse edhe në krahun e qeverisë, partia më e madhe ka trafikuar votat partive aleate, edhe në krahun e opozitës, partia më e madhe ka përfituar, ka trafikuar votat e partive aleate. Tani, ky është një problem i madh që është parë efekti negativ dhe në funksionimin e parlamentit, dhe mungesa e partive të vogla, të cilat i kanë votat për të qenë përfaqësuar, se kur si ke votat, pastaj flet kot. Por përfaqësuar nga partitë e mëdha. I kanë votat për qenë vetë prezent, me 1 ose 2 deputet. Pra mungesa e kësaj larmie, gjyrash në spektrin parlamentar, e ka acaruar më shumë debatin parlament, sepse ka zhdukur ato që ne i qunim jastëqe, partitë e vogla gjithmonë janë amortizator të konfliktualitetit, e zbusin atmosferën dhe jo rastësisht, kjo legjislaturë është nga legjislaturat më të serta, më të ashprat, që ka njoftë gjithë tranzicioni. Dhe në gjithë diskutimin tonë, partitë e vogla pa dyshim që kanë të gjitha propozimet pothuajse janë, që thuash refleksi i shqetësimeve të partive të vogla. Konkretisht, shqetësimi i parë është që të realizohet parimi 1 qytetar 1 vot, sepse shkojnë votojnë familjarisht dhe tani në një familje ata thonë jemi të majtë të tërë, pa të mund të jenë të majtë, por ka 2 që votojnë një parti të vogël. Është një fenomen që është ezauruar tashmë kanë përshtypjen me jo, nuk është akoma, identifikimi i votuesve, që është një kërkesë e gjitha partive, identifikimi elektronik i votuesve do ta realizojë përfundimisht parimin 1 qytetar 1 vot, qoftë për të eliminu votimin familjar, qoftë edhe për të eliminu votimin në emër të atyre që janë pranishëm, si që ka qenë fenomeni dushkut. Pra, identifikimi elektronik eviton, këto votat në emër të
votuesve që s'janë këtu. E dyta është numrimi elektronik, që është një variant, sepse trafikimi është bërë të numrimi, hidh vota tek stiva e partisë madhe, apo jo. Numrimi elektronik është një variant, nuk është se këtu është vendosur, gjithë shka është propozim, platform. Është çështja e komisioneve, se si do të kompozohen komisionet. Këtu, në platformën tonë, është lënë hapur rruga për zgjidhje mikste, politik, por edhe pavarur dhe profesional, deri edhe duke thirrur asistencë ndërkombëtare, për qendrat e numrimit apo edhe për instancat caktuara të komisioneve zgjedhore. Në zgjedhjet e fundit kishim gjithë ambasadorët në sallat e numërimit të Zogaj. Ata ishin vëzhgues, ata vëzhguan një farsë. Kemi folur shpesh në emisionin tuaj, dhe nuk është rasti të flasim prapë. Kemi pse i kthehemi. Apo jo, po duhet të them që këto shqetësimet e partive të vogla, për mos numrimin e votës, për komisionerët që janë vetëm partijak dhe gjithë shkatme e vend funksion të partisë që përfaqësojnë, për vetë natyrën e fushatës, sepse partitë e vogla i penalizon shumë, edhe vetë fushata. Të gjitha mediat propozojnë një garë bipartizane në thelb. Dhe po ta shikojnë, me gjithë se starti elektoral është një start që në një farë mënyrë do t'i ngjaj edhe ashtu është parimi. Si që nisën makinat të Formula 1. Kampionët nisën të paret, por ai i fundit nuk nisët 10 km mrapa. Nisët 400 metra mrapa. Edhe partitë e vogla, për shembull, në fushat, nuk mund të nisën me minutazhin që ju jepet këtu, 2 sekonda, 3 sekonda, kurse partia e madhe 3 orë. Kjo nuk ka sens. Kështu që edhe vetë, organizimi i fushatës, që nga minutazhi deri tek shpenzimet e fushatës, deri tek ndarja hapësirave për propagandë, elektorale për vendosin e postave, një ndarje e rregullt, siç është tani në botë, apo jo. Në tërësi gjitha këto janë, si thua, shprehje e shqetësimeve që kanë partitë e vogla. Zoti Zogaj, por nuk është një platform për partitë e vogla, se do ishte pa sens. Po sigurisht, natyrisht. Pyeta vetëm thjesht për pretendimet tuaja se sa janë përfshirë në këtë platformë. Sistemi zgjedhor, sistemi që aplikohet në Shqipëri, është shumë i diskutuar nga përfaqësues të partive të vogla. Është pjesë e platformës së fundit të tryezës së opozitës. Zoti Milo ka deklaruar se shumë nga problematikat që pësuan pas zgjedhjeve janë si rezultat i sistemit aktual. Parashikohet ndryshimi i sistemit dhe ku besoni se duhet konsistoj? Ja, unë duhet të thoj edhe një herë, se ju ka lutur një herë të pika e 4. Po, mendoj se ajo është më rëndësishme. Se pa patur një sistem të mirë përcaktuar, s'ke si flet për detajet, apo jo? Këtu sistemet në vetë vete, nuk është kështu si që, më falë se po bëj një objekcion për pohimin tuaj. Nuk e përcakton sistemi, me thënë, dëshmërinë e zgjedhjeve. Sistemi ndikon, mund ta korrigjoj, pozitivisht, vullnetin e keq me i vjedh zgjedhjet, ose mund ta frenoj pozitivisht, ose mund ta lejoj, por vetë në thelb sistemet janë sisteme demokratike, cilat do qofshin. Në gjitha llojet e tyre. Gjitha llojet, nëse ato, zbatohen me korreksi, ata nuk prodhojnë në vetvete manipulim. Natyrisht që çdo vend zgjedh sisteme që i përshtaten natyrës së vendit. Anglia ka mazhoritarin e thatë, se ka demokraci të vjetër, kupton, edhe Franca ka mazhoritar me 2 turë, nëse ashtu e ka situatën politike. Italia bën eksperimente, kalon herë proporcional i pastër, herë proporcional mazhoritar. Spanja ka këtë që kemi ne, po jo krejtësi ne. Çdo vend ka një sistem që i përshtatet. Çfarë sugjeron kryeza opozitare për sistemin? Për sistemin, ne për sistemin, domethënë jemi të hapur. Nuk është pika, domethënë ku opozita, domethënë është ka një mendim, domethënë të mbyllur, strikt. Kjo është një temë e hapur, sepse kemi ndrru shpesh sisteme dhe nga njëherë ndoshta sistemet duhet lënë që të provohen që të pastrohen. Të pastrohet, si më thënë, produkti i tyre. Plus kësaj që sistemin e kemi vënë kushtetut. Dhe nëse nuk ka gatishmëri nga pala tjetër, domethënë kjo është vetëm të bësh zhurmë. Megjithatë, ne si opozitë e bashkuar në këtë platformë i themi